Në ditën e dytë të panairit të punës në Pallatin e Kongreseve, një panair ky realizuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, kamera e News 24 vëzhgoi nga afër atë se çfarë konkretisht ndodh dhe ofrohet aty. Në një komunikim me përfaqësues të ndryshëm të bizneseve të cilët marrin pjesë, ata shprehen se numri i personave që e kanë vizituar dhe kanë aplikuar për një vend pune në këtë panair është i madh, duke i kaluar edhe pritshmëritë e tyre. Kemi rreth 45 deri në 50 vende vakante në 4 pozicione të ndryshme. Ne kërkojmë operator, kërkojmë ekonomist, kërkojmë menaxher marketingu si dhe shofer taksia. Kanë ardhur shumë fakt, më shumë se që ne prisnim. Ne kemi dalë për një numër shumë të madh punojës që aplikon, që varet edhe nga përgatitja profesionale. Kemi të lira 350 vende pune. Mund të themi që deri tani kemi diku te 75-80 aplikantë. Më tepër janë student. Për Marisa Kaçorin, drejtoreshën e zyrës së punës në Tiranë, numri i aplikimeve për një vend pune në zyrat e punësimit, tashmë të zhvendosura në këtë panair gjatë këtyre ditëve, ka qenë i lartë. Vetëm në stendat tona, pra në zyrën e punës së Tiranës, kemi rreth 6.000 vende të publikuara, të cilat i kemi edhe në portalin tonë online. Kërkesat shumë të kemi pasur sidomos nga të rinj, që janë të profileve me arsim të lartë, nuk kemi pas kërkesa nga më të ndryshme. Numri i vizitorëve ka qenë shumë i lartë. Punësimi ka pasur dhe kontrata të lidhur ka pasur që ditën e parë të panairit. Përgjithsisht, ata të cilët e gjejnë veten në shumë vende pune të ofruara në panairin e punës janë të rinjt, edhe pse disa prej tyre vijojnë të jenë skeptik nëse do të gjejnë atë që kërkojnë ose jo. Ti je interesuar për një vend pune? Po, patjetër. Kudo që tjetër, rëndësika që të plotësohen kushtet edhe ato që mundësit e mirë. Shkenca sociale. Dhe konkretisht, ku e ke fiksionimin që të gjesh një vend pune? Një punë në lidhje me marrëdhënie me publikun. Deri tani s'kam gjetur asgjë, më të drejtën. Shoh për një kurs profesional, mekanik, diçka e tillë. Ju kërkoni që të bëni një kurs, një lloj trajnimi? Kërkoj të bëj trajnim, ta bëj perfeksionim, ta kem me diplomë diçka. A keni shpresë se do të gjeni atë që ju kërkoni? Shumë pak. Ktu i hë shumë pak. Po pse thoni? Se çu është Shqipëria, çu është ndërtuar. Interesohem për ndonjë call center spanjisht, nuk i punë tjetër. Kam aplikuar në disa vende deri tani, jam duke parë akoma. Kur shkon kaq shumë gjëra, edhe duhet që ti mendosh disi gjëra